Fillimi I njerëzimit ishte familja. Zoti e kishte mundësinë që të krijonte shumë burra dhe shumë gra që në fillim. Jeta mund të fillonte me një numër të caktuar burrash dhe grash, të cilët mund të njiheshin me njëri tjetrin dhe të shumoheshin më vonë. Por Zoti deshte që jeta mbi tokë të fillonte me Ademin dhe Havan, pra me një familje. Jeta në tokë duhet fillonte dhe të buronte nga një bark I vetëm, nga barku I Havas. Po të shohim, ne kemi ngritur shumë institucione të ndryshme, sindikata, klube e tjerë. Kurse Allahu I Madhërisëm ka ngritur dhe ka formuar institucionin më të rëndësishëm në univers, atë të familjes. Me qëllim që jeta në tokë të funksionojë në mënyrën më të mirë, Zoti vendosi institucionin e familjes. Të gjithë shoqëritë funksionojnë në bazë të familjes. Një veçantë në çështjen e krijimit të njeriut dhe të familjes është se Zoti para se të krijonte njeriun, krijoi lidhjet farefisnore dhe të gjakut. Këtë na erfen profeti paqja qoftë mbi të në një hadith ku thotë: Zoti krijoi gjithësinë dhe kur përfundoi, u qua farefisi, lidhjet e gjakut dhe tha: Cili është vendi I atij që I ruan lidhjet e gjakut? Zoti u përgjigj: A nuk je I kënaqur që nëse dikush I ruan këto lidhje, unë ta mbaj pranë dhe nëse dikush I shkëput këto lidhje, unë ta largoj nga mëshira ime? O, u përgjigj. Atëherë Zoti I tha: Kështu le të jetë. Kjo ndodhi që para se të krijohej njeriu I parë. Përveç se janë një nga vlerat dhe krijimet e para të Zotit, lidhjet farefisnore do të kenë një rëndësi të madhe dhe në botën tjetër, në xhenet. Nëse prindrit do të kenë një grad më të ulët në xhenet, kurse fëmijët një grad më të lartë, për shkak të lidhjes së gjakut dhe respektit të këtyre lidhjeve, Zoti do t'i bashkojë të dyja palët në xhenetin më të lartë. Allahu I Madhërisëm thot për këtë në Kur'an: Ata që besuan dhe pasardhësit e tyre ishin me besim, pasardhësit do t'i bashkojmë me ta dhe nuk do t'u paksojmë asgjë. A do të dëshiroje të arrije një grad të tillë në xhenet, o vëlla dhe o motër? A do të dëshiroje të shpëtoje nga zjarri I xhehenemit? Secili prej nesh, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, e lutim Zotin që të na falë, duke thënë: O Zot, më fal dhe më shpërblej me xhenet. Përse të mos e ndryshojmë këtë lutje dhe ta bëjmë: O Zot, më mëshiro mua dhe familjen time. Qëllimi ynë me këto tema nuk është të zhdukim gjitha konfliktet dhe zënkat familjare, pasi diçka e tillë është e pamundur dhe e parealizueshme. Qëllimi ynë është që të bashkojmë familjen dhe të zhdukim individualizmin dhe egon. Qëllimi ynë është që ta nxjerrim çdo pjesëtar të familjes nga dhoma dhe qoshja e tij intime dhe ta bashkojmë me të tjerët. Nëse nuk do të mundemi t'i nxjerrim pjesëtarët e familjes nga ajo qoshe ku e kanë mbyllur veten, problemet familjare do të vazhdojnë të marrin përmasa më të mëdha. Atë ditë që ke forcuar familjen, ke forcuar shoqërinë dhe automatikisht ke forcuar Islamin, fenë e Zotit, ke fituar kënaqësinë e profetit, paqja qoftë mbi të, dhe kënaqësinë e vetë Zotit të madhëruar. Ne sot nënshkruajmë shumë marrëveshje dhe kontrata me njëri tjetrin, por kontrata dhe marrëveshja e vetme, të cilën Zoti e ka quajtur të rëndë dhe të shenjtë, është kontrata dhe marrëveshja bashkëshortore. Madje Zoti në Kur'an nuk e ka quajtur thjesht kontratë dhe marrëveshje, por beslidhje. Zoti thot në Kur'an për ditën kur dy bashkëshortë të lidhin kuror, dhe ata kanë marrë prej jush një beslidhje të shenjtë. Atë ditë që ke vënë dorën mbi dorën e babait të bashkëshortës dhe të ka thënë: Ta kam dhënë vajzën time sipas librit të Zotit dhe traditës së të dërguar të Zotit, dije se ato janë fjalë të rënda,
fjalë që bëjnë qiejt dhe tokën të lkunden. Ai person që i dëgjon këto fjalë nga vjerri i tij dhe më pas martohet dhe e keq trajton gruan, ai e ka tradhtuar këtë beslidhje të nënshkruar me fjalët e Zotit dhe traditën e profetit, paqja qoftë mbi të. Tok fjalëshi beslidhje e shenjtë në Kur'an përmendet vetëm 3 herë. Një herë përmendet për profetët, ku Zoti thotë: "Ne u morëm juve një beslidhje të shenjtë." Herën e dytë përmendet për hebrejt, të cilët Zoti i ngarkoi me përgjegjësinë e përmirësimit të jetës mbi tokë, ku thotë: "Ne u morëm juve një beslidhje të shenjtë." Dhe hera e tretë është në çështjen e martesës.